Ish kryeministri Sali Berisha deklaroi se me reformën në drejtësi Edi Rama kërkon të fusë në burg Ilir Metën. Në studio e hapur të Eni Vasili, zoti Berisha tha se pas sulmeve ndaj kreu Televizje Socialiste për Integrim është kryeministri. Kjo reform shënon arrestimin të partnerit tij kryesor. Në të gjitha studio televizive këte përhap Edi Rama. Në fakt thuhet që synohet dhe arrestimi juaj. Jemi është i parëndësishëm për qeverin. I rëndësishëm do ai. Pse intereson zotit Rama këtë çështje? Por sa po i duhen votat e Ilir Metës? E ke shumë drejtë. Edi Rama s'mund të marrë kurrë Partinë Demokratike. Edi Rama do të marrë me çdo kusht lesoin. Ish kryeministri vlerësoi qëndrimin e Lëvizjes Socialiste për Integrim për reformën në drejtësi, por mohoi që të ketë një aleancë të demokratëve me Ilir Metën. Absolutisht, unë them këtu që nuk ekziston asnjë aleancë, sikundër mënyrë të padiskutueshme, unë vlerësoj qëndrimin e tij, kërkesën e tij për konsensus, për kushtetutën e re që po bëhet. Por a do t'i qëndrojë opozita kërkesës që funksionarët e drejtësisë të zgjidhen me 2/3 e votave të anëtarëve të parlamentit? Absolutisht jemi të panegocjueshëm për kapjen e nga mazhoranca të drejtësisë. Atë nuk e pranojmë kurrë. Ish kryeministri bëri përgjegjës Edi Ramën dhe koçokokdhimën për mënyrën si po qeveriset vendi, por përjashtoi Ilir Metën me këtë argument. Pse unë nuk them qeveria Rama Meta, po Meta është vetëm për t'i bërë fresk më i zonjë. Në qoftë se ka njëri që më thotë se Meta ka një rol tjetër për freskut me vota, hajde të më thotë. Një skenari koalicioni qeveritar PS-PD do t'ishte fatkeqësi për vendin, tha zoti Berisha, ndërsa për një aleancë me LSI në të ardhmen, ai tha se vendimi i takon leadershipit të partisë. Unë absolutisht jam për një fitore të plot dhe totale të Partisë Demokratike. Qoftë me Ilir Metën. Një fitore të plot totale të Partisë Demokratike. Por se çfarë do bëj Partia Demokratike pas zgjedhjeve, atë do ta bëj, do ta përcaktoj jo. Unë nuk përcaktoj. Ambicia vetme e ish kryeministrit Berisha në të ardhmen është të jetë sërish deputet. E keni synimin për të qenë deputet sërish në Parlamentin e ardhshëm të Shqipërisë? E kam synim. Në lidhje me presidentin e ardhshëm të vendit, ai tha se do të ishte për rizgjedhjen e Bujar Nishanit.